Pjesa hyrëse e planit të qeverisë për marrëveshjen e stabilizim asociimit përbëhet nga një fjalim i kryeministrit, dhe në fjalimin e kryeministrit unë dëshiroj që të ndalem tek dy momente të rëndësishme. Ai së pari e përmend Kroacinë si shembull të suksesshëm në procesin e integrimeve evropiane, por ajo që nuk e përmend dhe që unë mendoj që ka qenë vendimtare për Kroacinë për ta përshpejtuar procesin e integrimeve evropiane ka qenë lufta e gjithanshme kundër korrupsionit, që nuk po ndodh në Kosovë, e cila në Kroaci ndodhi me rezultate konkrete që u kurorëzua bile edhe me burgosjen e kryeministrit të korruptuar Ivo Sanader. Momenti i dytë që desha të ndalem është që në fjalimin e kryeministrit mund ta gjeni një fjali si kjo. Shkruan që përmes reformave ekonomike synohet të eliminohet roli jo efektiv i shtetit në ekonomi. Kjo është një doktrinë politike dhe ekonomike krejtësisht e gabueshme e qeverisë, do të thoja, sepse diçka e tillë nuk ekziston në asnjë shtet të Bashkimit Evropian. Sipas kësaj doktrine të kryeministrit, suksesi ekonomik i një shoqërie qenë kanë përpjesëtim të drejtë me distancën që e ka shteti nga ekonomia. Në të vërtetë, nëse shikohen modelet e suksesit ekonomik, të cilat kriza financiare globale nuk i prekin në mënyrë të ndjeshme, siç janë ta zëm Gjermania, Norvegjia e këto shtetet me stabilitet ekonomik, ato tregojnë se suksesi e ka kohjen e kundërt. Ai është në përpjesëtim me rolin aktiv të shtetit që e ka shteti si aktor në zhvillimin ekonomik. Kurse kur flasim për tekstin konkret, dhe nëse merremi me përmbajtjen e këtij teksti, nuk mund të mos vret se këtë përmbajtje e karakterizon një dozë e theksuar e lustrimit të realitetit që ekziston në Kosovë. Po ne e dim që në Bashkimin Evropian nuk mund të hyjmë duke e hjeshtuar realitetin. Kjo ka të bëjë dhe është një test i sinqeritetit ton politik, sepse BE-ja e ka fare të qartë edhe gjendjen politike, edhe gjendjen ekonomike në Kosovë, edhe funksionimin e drejtësisë, nivelin e demokracisë që e kemi në Kosovë e kështu me radhë, sepse BE-ja është e pranishme në Kosovë, i din këto të gjitha. Kështu që ma mirë është ta themi të vërtetën se sa t'ja bëjmë qefin vetes. Një e vërtet sa do e hidhur që tjetë është ma e drejtë se sa dhe stisjet ma të bukura që i bëjmë. Në raport thuhet se kuvendi i Kosovës e ka rritë mbikëqyrjen ndaj ekzekutivit. Unë nuk mund të pajtohem me këtë konstatim. Duke filluar prej pyetjeve parlamentare për ministrat, të cilat mbesin pothuajse 80% pa përgjigje për shkak të mungesës ministrave në kuvend, e deri te raportimet në kuvend, dëgjimet publike apo mbikëqyrja konkrete e zbatimit ligjeve, këto nuk më duken që janë as pak në një nivel të kënaqshëm, apo më mirë të themi, po ta krahasojmë para 2 viteve, nuk mund të themi që kuvendi qëndron më mirë në mbikëqyrjen dhe kontrollin e qeverisë. Dokumentet bazike të kuvendit të Republikës Kosovës shkelen në ato në cilat definohet llogaridhënia, po shkelen vazhdimisht. Rastin më aktual e kemi për shembull mos raportimin e kryeministrit lidhur me negociatat me Serbinë. Në pikën 2 të raportit, të këtij raporti që e ka përpiluar qeveria për MSA-n, shkruhet se një arritur ka qenë miratimi një rezolute në kuvend, i cili e mban në llogaridhënie qeverinë ndaj kuvendit të Republikës Kosovës për negociatat me Serbinë. Por e dim që kryeministri nuk ka raportuar në kuvend për këtë çështje prej prillit vitit 2013. Spaku edhe 10 raunde tjera të negociatave janë mbajt atje në Bruksel me Dačićin, edhe kryeministri nuk ka bërë asnjë raportim në kuvend. Nuk mund të themi pra që kuvendi, që qeveria e ka rrit llogaridhënien ndaj kuvendit. Përkundrazi, unë shoh probleme shumë të mëdha.
Pra kësaj nuk mund t'i themi mbikëqyrje, por shpërfillje e rënd e institucionit legislativ më të lartë në vend. Kjo tregon që qeveria, ku vendin e sheh vetëm si prodhues të dokumenteve formale, prej nga ajo e merr legitimitetin për nisjen e proceseve, por pastaj nuk ndjen kur farë obligimi për ndërveprim me kuvendin dhe për llogaridhënie konkrete. Dhe kjo ndodh shumë shpesh. Pra kjo përgjithsisht mbetet marrëdhënia e vërtetë mes kuvendit dhe qeverisë të Republikës Kosovës. Kur flitet për drejtësinë dhe sistemin gjyqësor në vend, ndër sfidat kryesore që përmenden, askund nuk preket thelbi i vërtetë i problemit. Dihet fare qartë që problemi kryesor i drejtësisë është pavarësia e gjyqësorit. Gjyqësori vuan nga një mungesë e theksuar e pavarësisë për shkak të përzierjes së instancave politike në sistemin e drejtësisë. Por çuditërisht në ato shumë faqe që i ka ky raport për MSA-n, kjo çështje askund nuk përmendet si sfidë që gjyqësori ynë vuan nga mungesa e pavarësisë. Ndonë se raporti i progresit për çdo vit është duke identifikuar ndërhyrjen politike në gjyqësor si njërin prej problemeve ma të rëndësishme të drejtësisë në Kosovë. Një dukuri tjetër që vret sa i përket gjuhës së raportit është që të arriturat kryesore qeveria po i prezanton miratimin e ligjeve. Për shembull thuhet se ka të arritura shumë të mëdha në luftën kundër korrupsionit, sepse është miratuar ky ligj apo ai ligj. Kurse nuk ka kurfar informacioni nëse ka pasur rezultate konkrete si pasojë e zbatimit të këtyre ligjeve. Antikorrupsioni, zonja dhe zotërinj, nuk është që të kesh ligje të bukura dhe ligje të miratuara, por thelbi i luftës kundër korrupsionit është efekti konkret që prodhon zbatimi i ligjeve në funksion të çrënjosjes së dukurisë së korrupsionit. Vlera e një ligji qëndron në zbatueshmërinë dhe efektivitetin e tij, dhe jo vetëm në aktin e miratimit apo në bukurinë e gjuhës së formuluar që e kemi në për këto ligje. Në raport thuhet se ka pas rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit. Unë për vete nuk i kam parë askund këto rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit. Kur flitet për ekonominë, ky raport e vendos si të arriturën kryesore, po citoj, stabilitetin makroekonomik dhe konsolidimin fiskal në Republikën e Kosovës. Shkurt e shqip, kjo i bjen që ekonomia e Kosovës është në gjendje të mbijetesës. Kur thu stabiliteti makrofiskal është arritura më e madhe e ekonomisë, kjo i bjen që ekonominë e ki në gjendje të mbijetesës. Në anën tjetër, një ndër arritjet më të mëdha ekonomike paraqitet bashkëpunimi me institucionet ekonomike ndërkombëtare. Por mua më duket që rezultati më i vërtetshëm që ka qenë Kosovë prej këtij bashkëpunimi me institucionet financiare botërore ka qenë rritja e borxhit jashtëm të Kosovës, përderisa nuk kemi parë ndonjë efekt tjetër të ndjeshëm. Në anën tjetër sa i përket papunësisë, raporti i referohet statistikave të vitit 2012 dhe nuk ka shifra për vitin 2013. Kjo është arsyeja pse në çdo raport progresit pastaj po na vjen kritika që nuk kemi kurfar sistemit konsoliduar edhe unik të statistikave të Republikës Kosovës. Kur në një raport që i dërgohet BE-s të vitit 2014, ne kemi shfrytëzojmë statistikat të vitit 2012, përpara 2 viteve. Aty thuhet se në vitin 2012 numri i të papunëve ra për 21% krahasuar me vitin 2011. Shikoni çfarë konstatimi. Pra, kjo ta krijon përshtypjen se kemi pasur rritje drastike të vendeve të punës, sepse numri të papunësuarve të regjistruar ka ra për 21%. Sepse rënja e numrit të regjistruarve dhe se të papunë
nuk është as pak shenjë që ata kanë gjetur punë, po pse njerëzit nuk po regjistrohen më si të papunë, sepse strategjitë e qeverisë që i ka kriju për mu regjistru njerëzit dhe nëpërmjet kësaj përmes trajnimeve me gjetë punë, është çaq jo efektive sa që njerëzit mund as nuk po regjistrohen në regjistër si të papunë, sepse nuk po ka kjo pasoja konkrete në regjistrimin e tyre si të punësuar. Po ashtu një vërejtje të fundit që desha të jap është që nëse e këqyni strukturën e ekonomisë, thuhet në raport që prej ndërmarrjeve të reja të regjistruara janë të kësaj karakteri. Ndërmarrjet më të mëdha janë tregtare, ndërmarrjet e dyta vijnë hoteliere, kurse ndërmarrjet e treta janë restorantet që po hapen në Kosovë. Kjo tregon pse në Kosovë nuk ka zhvillim ekonomik.